Ka shumë, smut psiqik ka shumë sot. Zatën smut më ka një shnosh njeri që ka nuk ka musliman. O vlezër, ky Kur'an ka zbrit ilaç dhe shërim për njerëzit. Dhe ky Islam është shërim për psikën tënde, trunin tënd, për zemrën tënde, trupin tënd, familjen tënde, raportin tënd është më radh. Ata që kanë shqetësime, garant, po flas në rregull gjeneral, kanë prek në harame. Edhe harame dhe zullumet e shumta nuk i lën njerëzit qetë. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Porosia ime është, ata që kanë problem psiqik, në ta përkujtojnë Allahun, se ata që e përkujtojnë Allahin, Allah ja pushon zemrën atyre dhe mendjen atyre. Në të kërkojnë falje për gjunohat e shumta që i kanë. Sa ai që kërkon falje, Allah e stabilizon atë. Në të fal namaz, se namazi është erraha, rihna ya Bilal. Namazi është rahatllëk. Fal namaz, se namazi është rahatllëk. Rrim abdes, se abdesi të stabilizon edhe ta largon shejtanin alayhi lane, i cili çtin këto të ri thojnë filma, edhe ta lodh psikën me sende çka nuk e ki obligim ose me lodh trunin. Prandaj, njerëz që kanë problem psiqik, le t'i kthejnë Allahut, që Allah i t'jep rahatllëk. Ata që kanë mërzia të mëdha, ata që kanë siklete të mëdha. Është një libër e vogël e ka emrin Mbroja e muslimanit, Husnul Muslim. Janë krejt llojet e duave, për cilën të lash e ka, le të kthejë dhe të lut Allahun subhanahu wa taala. Ai që ka borxh, le ta lut Zotin t'i lën borxhet, se smun njerëz që kanë borxhe. Ai që ka hin lojë, shpallje, luftë Allahut me kamat. Ai smun më kon tamam. A ka më të smut se mi shpall luftë Allahut subhanahu wa taala. A ka më shumë më të smut se ata që e shkelin vijën e urdhnit Allahut subhanahu wa taala dhe hadithet e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, smundjet psiqike vijnë nga largimi i fesë Allahut. Smundjet psiqike vijnë nga mos praktikimi i fjalëve të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj ne e njerëz më të shnosh dhe më të mençëm kush janë? Ata që dinë më shumë ti Kur'an, ata që dinë hadithe më shumë ti, ata që kanë të devotshëm. 90 vjet i ka, keni një për një alim prej ulemave të ndaj që është shmend? Ja, a keni një shkencëtar që është doktor, profesor, është bobu dallu shmend fund po ka shumë. Pse? Sa i keti ka mësu veç një sen, Allahu nuk e ka njoft, nuk i ka bëj ibadet Allahut, nuk ka kërku istikfar prej Zotit, nuk ka nejt me abdes, nuk ka lexu Kur'an, e prandaj ulemaja që kanë dije dhe kanë Kur'an në kryen e tyre dhe në zemrën e tyre, kanë sunnet dhe e praktikojnë dhe kërkojnë falje dhe rrinë me abdes, rrinë me dhikr, rrinë me istikfar, ka garantuar Allahu lahumul amn, ata wahum muhtadun, ata janë sigurt të rahatshëm, wahum muhtadun dhe janë të udhëzuar.